E kjo është ajo që ne këtu sot në këtë realitet, si do thoni ju, po ç'po na intereson, jo Trumpi, jo Amerika, jo Izraeli, jo Irani. Po edhe ky realitet na prek edhe ne. Se ka shku çmimi i naftës 2300 lekë. Ka shku kile domates 5000 lekë. Ajo se çka kemi thënë me Aleksin para një viti që ju qeshnit me ne. Se vi nga herë që kthehem prapë edhe ajo se si reagonit kur i thonim këto gjërat. Kur Aleksi thoshte që do shkojnë nafta 5000 lekë. Që do vi dita që do hani rrënjë pemësh, e do hani gjethe pemësh, prapë do jemi me fat po t'i gjem. Edhe po e shohim që po vjen dita më. Jo në mënyrë simbolike dhe metaforike të asaj, të shprehurit, se nuk më mbajmë veten si letrar të mëdhenj, por po vjen më dita. Ka shku kile trangull 5000 lekë, kastraveci 5000 lekë, domate 5000 lekë. Sot po të shohësh ke protesta të fermerëve, të aq pak njerëzve që po ngrihen, që thonë do rris qumshin, thotë, do rris bylmetin, do rris djathin, do rris gjizën, do rris vezën, do rris miellin, do rris tet, do rris tet, do rris atë. Por ne të keqen nuk po e kapim në zanafill, nuk po e kapim në problem, nuk po e kapim në burim. Që ai që e lujti i pari, që rriti çmimin e karburantit, atë të merrem, të çojmë për atë. Dhe ne po çojmë të tjerë të rrisun këtë, por nuk është zgjidhja kjo. Si po rrit ky këtë, po rrit edhe ai tjetri këtë, po rrit edhe ai, po rrit këtu, ne po fillojmë të gjujmë njëri tjetrit. Nuk është kjo zgjidhja që po rrisum këtë se ka rritur atë. O vlla, hajde bëhemi, ç'a të bëjmë? Të çohemi. Të çohemi të dalim kundër se nuk është kjo logjika, kena ka prapsh. Më duhet se kena ka prapsh. Si dela i thot ka rrit ky nafta thot, do rrisë edhe unë këtë thot. Po ti thjesht këtë të keqe që bëri ky, që ti do të shkojë ta kapje këtë, jo ti, kur i them ti, them edhe vetes, do shkojmë ta kapim këtë, ti themi mos për këtu, nuk ke për ta ngrit. Si s'të lejojnë që ta ngresh. Por ky po e sulmoi unë këtë të keqen e këtij me një të keqe më të madhe. Po na rrit edhe qumshin. Edhe ky këtij i vezës, thotë, rrisot në vezës se ky ngreti qumshin, që ngreti ky naftën, edhe ka bëj lomshi më tu, është bërë situata pisk fare. Do është bërë një nyje kaq e madhe me kaçurel. Edhe hajde ta zbërthejmë më. Ne na kthy po merrem edhe i shef ai tjetër thotë ai. Edhe shef çdo ditë pastaj këto lajmet kryetari i partisë që ecën ai mreti kështu me ato pantallonat e gjona kështu djalli vetë në tokë domethënë. Ai është djalli komplet. Për mua ai simbolizon tamam domethënë është identifikimi i djallit, i personifikuar në Edi Rama. E sheh, jo vetëm Edi Rama, Berisha, gjithë të tjerë, duket se dal nga herë sigurisht. Po flasim për këtë, po flasim për këtë, edhe sheh këto lajmet. Çdo ditë herë 2-3 ditë ky vllai duke bën mbledhje të grupit Partisë Socialiste, edhe shin një porosit që i dha. Kush është ky më vase na i keni bosi Zotin tokë? Ndërkohë që është djalli vetëm, është djalli vetë dhe po na e shisin tani porosi, ç'a porosis? Ka fol gjë për mua? Për mua ok më varja. Ka fol gjë për ju? Ç'a po bën ky kryeministri që pas ka mbledh kaq shpesh këto të grupit parlamentar, Partisë Socialiste ose ai tjetër i Partisë Demokratike. Se po flas kështu tani, këto maskareg në këtë vend, ndërkohë që realiteti është tjetër gjë më. Është realitet miran, realitet në kufi të ekzistencës, që po vjen ajo që po ha robin, po kap me njëri tjetër, ai vllai dela tjetër. Me 30 veta, 50 veta mas vetës, që edhe ai që shkon merr atë rrogun që rri mrapa atij, po ai do shkoj ta marrë atë kilën e djathit, edhe kilën e domates. Po. Edhe ti, edhe për atë do të jetë pamjaftueshme sa do ta ketë atë rrogun që merr tek ai. Edhe i varfanjak si puna jonë do të jetë domethënë. Do ndjej çik më mbrapa, ndryshimi. Po më mbrapa do jetë vonë atë. Po sigurisht do të po them. Edhe më mbrapa është vonë edhe sot, domethënë, kjo që po bën. Jo, nuk do ta themi, nuk e mbledh më, punë është do të jetë alarmante kjo gjë, më ç'a po bëjmë? Ngrejmë protesta thotë si do ngrejnë çmimin e qumshtit thotë ai. Ngrehet e tjetër, ngrehet çmimin e prazit. Ngrehet e tjetri, po s'është kjo më. Ç'a po bën ti? Po bën presion me abuzim? Presion me abuzim, protestë me abuzim? Hajde shkojmë atje, nuk e di gjeti formë tjetër se s'do të bëj si zgjuar, si i mençur, por nuk më shkon, nuk më qëndron si logjik. E gjë kjo gjë, si duket si pa lidhje me këtë se çka po flisnim, po është shqetësimi jonë i përditshëm. Por le ta shesim vetëm, bëjmë çfarë jemi kush jemi.
Si kjo ne jetojmë me të jashtmen. E parfumosim, e lyhem, e bëjmë ku dijon valla, do veshim atë veshin e dalim sa zbërsim ke shkallët. Shko më valla hapni frigoriferat atë. Hapni frigoriferat, gjë më bazike. Me rrogat dhe me këtë ekonomi që kemi sot, ore mund të jenë frigoriferat bosh. Familjeve shqiptare mund të jenë frigoriferat bosh. Jo vetëm shqiptare, po do të jenë edhe në Europë, po kam përshtypjen që do të ndodhë kjo gjë më. Si po shkon, ndoshta nuk dihet siç po ndihet tuke ne si jemi vend më i varfër se sa vendet europiane. Dhe çfarë thon tona shesin të rrogat e larta në këtë. Por edhe ndej ka për të ndjer. Po ne jemi gjithmonë ata që ne e marrim atë goditën direkt parë, qoftë edhe të rritjeve të çmimeve, por edhe për shkak të pamundësisë dhe rrogave të vogla që kemi në vendin tonë. Disbalancë komplet. Mbrapsht, siç e tha mirë sa. Pa kuptim, pa sens. Alex, kërkoj ndjes si ndoshta nga gjithë kjo se çka po flisim, ndoshta është pa lidhje, është duket jashtë asaj gjës, ndodh me ty herë pas herë, si kam ato nga herë ato shpërtimet e mia, sikur qa hallet e mia. Ju kërkoj ndjes edhe ju, se qava disa hallet mia tu me ju edhe ndoshta ju mora konga jeta juaj. Ju kërkoj ndjes për aq pak sa mund të keni qëndruar. Pra do që Aleksin deri tani pat edhe këtë lloj shpërthimi tim të vogël. Modest domethënë. Ishte normal, ishte irritim i duhur. Se realiteti është shumë i keq bër. Po na shtrydhen, po na shkepin, po na zhysin. Asnjë mas për të mirë, vetëm për keq. Nuk po jam të zgjidhje vetëm për time. Me këtë gjithmonë edhe ke vetja. Se mund të ketë, jo se e kam kështu, do në formë justifikimi për atë se çka mund të thotë dikush, se nuk është se ndikohem shumë tek atë, se e kam marrë parasysh të gjë se çka bëj edhe si hyjfar gjithë secili ka dhe botën vetë se si gjykon, si sheh dhe si komenton mendimin e vet dhe nuk i hyj fare të gjykoj ose un jam më lart ose jam më poshtë. E vlerësoj këtë. Por do thotë orë dikush ti çfarë po bën. Kjo është ajo gjithmonë që të përballim, se çfarë po bën diçka. Kjo na ka bë, këtë na ka bë sistemi ne ti them ti çfarë po bën tjetrit. Po jo, po edhe po e bëre, do thotë kush e ti? Kush e ti? Jo, do mbrapa ti është dikush. Është edhe kjo tjetër, ku diun, nuk e di. Po edhe ajo. Unë kaq që kam mundsinë valla, unë paktën po e them diçka. Do thosh ti është i mjaftueshme, s'është fare e mjaftueshme. Nuk është fare e mjaftueshme. Nuk është fare e mjaftueshme. Nuk është. Unë e di se çka kostë kam vetë me këtë gjë çka kam zgjedh. Kështu që se di, jo se po duhet të shfaqsohem ose duhet të bëj viktimën këtu. E kam zgjedh vetë. Lavdi Zotit e kam zgjedh vetë se çka po bëj. Kam qenë pjesë e këtyre gjonave. Më radh jetoni, nuk i pranoj dot. Jam i qetë, jam rehat, nuk e di. Rehat, Aleksin për aq sa më njeh, e di se sa strapacohem, me sa lodhem, me sa bëj, me çam merrem, i kanë këtë, ku diun ping pong jeta. Po do të jemi qetë, por situata realisht është shumë e vështirë. Jo për mua por për situatën mie kam marrë parasysh vetë, po kjo që çka thashëm pak më lart, ka lidhje me atë të përgjithshme që na prek të gjithëve. Dhe ajo se çka na prek të gjithëve, na prek të gjithëve, nuk ka lidhje vetëm me mua dhe me Aleksin ose me ju. Ka lidhje me të gjithë ne. Dhe të gjithë ne duhet të shohim njëri tjetrin. Duhet të lidhemi me njëri tjetrin, duhet të takojmë njëri tjetrin, edhe duhet të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Se e kemi kap mrapsh. Kam përshtypjen që kemi kap mrapsh. Se ngre njëri këtë, ngre tjetri. Dalim tek ajo që kam thënë dhe me këtë do e mbyll. Se bien përsëritje bëhemi loshëm, mërzitshëm, bën për vetëm, jo më për ju. Po ja fusim njëri tjetrit. E ka bua aq bukur, janë mjeshtra. Janë mjeshtra në edhe kam përfituar nga koha jon, nga mos përqendrimi i vëmendjes tonë për t'i parë gjëra siç janë. Po na bëjmë ping pong.